Përshëndetje dhe mirë se erdhët në skandal. Jul? Qa bën aty mëj? Pusha o des. Qa bën? Për qa përshish? Nga përgjegjësit. A të vidhon me ty? Po ecë me se kemi emision. Më burë s'na le, so se mban loja. Alo? Na kam parë në Tiranën. Na gjete Qa gjente je, kot pa lidhje, asillëja gjente si je. Fare. Ju do pyesni vetëm se unë dhe Juli jemi veshur sot si agent sekret ose si burrat me të zeza. Apo na shkoj Si çi? burrat, po. Burrat dhe gratë me të zeza. Na shkoj çi po ta mendosh. Faleminderit për përfshirjen. Ne këtë javë ju pyetëm për misione. Ne morëm disa nga misionet që ju kishte shkuar patjetër shumë dhe zgjodhëm më të bukurat dhe i sollëm patjetër në jetë. Misioni i parë është Pjesa ime preferuar kur ju prisni që unë të hap telefon. Misioni i parë. Misioni i parë. Bëni si detektiv në rrugë, ndiqni një person rëndom. E shohim. Ne sot erdhëm për të përndjekur dikë. Okej, hajde ndjekim atë gocën. Mu po m'diqni juve? Ore, me ju po flasëm. Me kë po flasëm? Misioni i dytë. Dili në rrugë dhe bëni pyetje pa lidhje njerëzve. A mendon ndonjëherë nga që nëse Nëse ju jeni, a është gjithçka me ju. Nëse ju jeni, a është gjithçka me ju. Nëse një ditë zgjohesh, po pastaj. Pastaj bëj punë të shtëpisë. Ç'o do bëj? Çka do të thënë se ka kuptim? Kuptimi Mirë mos. Pas ne të ketë kuptim është diçka do me thonë se për neve. Diçka që mirë presim. Çka nëse një ditë ai është? Çka nëse një ditë ai është? Sa është sot data 14? Çka do thojë nëse një ditë ai nuk do jetë? Do të thotë përkeqësi. Po nëse unë iki ti rri. Ku kam parë? Okej. Rushi kur u kap del pra tha, wow. Mama i këtë kemi bërë të gjitha njerë, ku s'kemi arritur ndonjë kemi thënë në papër. Mua më bën sens ato pyetjet në fakt. Misioni i tretë. Luani rolin e një faturine për pak kohë. Stacioni i radhës, Bathore. The next station, Bathore. Këtë do të qashti si kombinace. Si thon Bathore sa anglisht? Bethero. Leka bone, goca leka bone. Abone. Ma trego pak. Hale tu moj! Misioni i fundit. Bëni një film indian. Desi Gigi. Cucina kahi, lese çokolahi. E ndjekim. Ama su bra korriar për pak. Desi Gigi. Se vdishëm film.
pse je këtu? Edhe kalojmë tek rubrika jonë e preferuar. Në këtë episod të La Villa Dramës, kryefjala ishte lënia e punës nga Benardi. Apo jo? Po. E la punën apo e pushun? Pyetje shumë e bukur dhe ndjekim. Dhe Gjesi e merr vesh e para. Edhe nuk reagon fare, nuk e bën fare të dukshme dhe Blerta nuk është gjitur dhe Benardi nuk është mbrapa. Prandaj e ndjekim. Problemi domethënë shkruaj aty që Gjithmonë ti. shkruaj aty që Megli nuk është problemi, ka dhe njerëz që besojnë, nuk janë. Megli në fuskën e saj perfekte të Çe i ka shkruar? Çe i ka shkruar? Blerta është në gjithë me këto dyja, Gjesi. Blertas, a i vjen erë shumë? Apo e nuhat dhe ti? Është Larson? A nuk lajmi të martave nëse kemi në mërkurave xhirim? Ore, për ti kësaj, edhe në qoftë se ka marrë vesh tu, do të thënë që është pushuar Benardi. Është shumë kaotike fakti që Benardi është mbrapa, Blerta i ngjitur edhe kjo është këtu. Ka shumë tak, Gjesi, ka super tak. Se keni mendin këtu, çfarë ndodh? Ç'a keni? Ç'a ka? Po më tregon një histori një goce Për erën e saj të trupit. Blerta, qa ke një goca? Jeni okej? Goca, ç'a ke? Megli, kjo ngjyra që ka shumë e bukur këtu. Se bin fare të Po dukshme. tregoj historinë e një goce që i pushuan dashur nga puna dhe se dinte. Tani është skena kur Dalina vjen në zyrën e gazetarëve dhe pyet ata që janë gazetarë, dukshëm, Përfshirë dhe mua, po unë jam një gazetar. dhe i pyet nëse kanë parë gjë Benardin. Po shiko se ndoshta... Benardi ngjeni parë gjë? Jo. Fatosi ma, aktori më i fuqishëm. Qa ndodhi, sa i ko Dalina? E kështë seriozisht? Po ta shohësh, unë te laptopi kisha hap muzikë. Deri Dalina dhe thjesht po mendoja, mirë që ula zërin. Nëse dhe Benardi që po pushohet gjuna, po mirë që ula zërin. Që ka e vërtet? Po pra, dhe heqi. Po tani ju si e dëgjuat që parë? A ishte Jo, me po Benardin në bërtiste, zyrë apo jo? jo, ishte me andin e borë, po lëriste. Po. Ishte duke bërtit me ulërima. Më merr dhe keq se po ti ke ne kishim lënë. Ema është fiks, unë kur duat ka fjalët e ses, po bërtiste tha shumë po ulëriste dhe Ema. Po ishte duke bërtitur me ulërima. Po shëtiti me profesor. bërtitme dhe me ullërim. A i kapa 500 fjallë për së. Të bënim edhe këngën bashkë. Shiko, mos në një gjërë shumë ndoshta thjesht Ema, po lërë ti ke nga puna s'ka gjë, po kishim i këngë për të bërë bashkë, me këta bënda një këngën. Ikë Benardit. Mallë ka dhe Ema. Si të vini jemi këngës, lam të mira. Ikja, largimi, distanca. Po shimi nga puna. në një gjërë shumë ndoshta thjesht ka kritikuar se ka dalë në fund në sondazh dhe i O ka zemra, thënë po një bërtiti detare. Dalina i ardh tu. O zemra, po për një Dalina të mbyllë shkojnë se e di shumë jone. E ka përjetu Kur kjo flas kohë. unë, ju e qepni. E ka përjetu kjo kohë. Po jo, se besoj ta bëj Dalina këtë gjën. Ta heqi Benardin. Po viku Benardi, po Blerta pastaj, do ri vetë. Ato s'ka lidhje ato. Val. Okej, jemi 50 veta këtu në vilë. S'është se do rridha aq vetëm, Blerta mi vend. Penushi. Penush. Tu vuj pas të ditën tjetër. Ato s'ka lidhje ato mos e Po, do thuaj që se mësojmë, kemi jemi ardhur në të cili punë. veç këtu në audicione, Se cili për vete. Secili për vete. Zoti për gjithë. Juliana Zguro. Që të kanë rënë qafë gjithë dhe... Okej. Që gjanë e mirë. Shumë e mirë gjanë. Kjo është skena kur Justini zihet me mu. Pa. Unë po këndoja për hesapin tinë të Justini vjen zihet me mu. Dhe vjen kërkon ngushëllim nga Klea. Po Klea nuk i jep atë ngushëllim. As bukën. E ndjeki. Po nuk më karon njëri në qafë më zemra i muhabet pa lidhje me desin poshtë, këtu merrem unë me tangërlishe, me portlishe të këtyne që kanë dalë herë në ekran edhe unë jam unë i parë, jam unë i dytë. Desi kur doli për herë të parë të me treshi. Dalina do të tha modest do të arësh për herë të parë kjo me treshi. Qa thu? Sa mirë mi tëjmi. Pse? A nuk... A nëherë a shohim nga vetja apo nuk shohim fare nga vetja? Po kush e di?
Ajo që shef nga vetja, apo ajo shef nga tjerët? Po që lidhje ka, më ti po më thu që erdhën ata më ram qafa, nuk mendon që qose sa herë që zjesht biti kush më qaf, mund t'jesh edhe ti probleme? O zema, po si më... Ja, këtu, hajde imitojmë. Okej. Ti e Gjasni, thuj në fjali pa lidhjes që e Gjasni. Qa ke bo zemra pa lidhje? A shem me herë nga lidhja? Apo vetëm atjerët? Pi kam qafun ati i ka i fola si njerëzit, e kupton. Ai tash te sondazhi, unë kam dali para funit. Këtu më shqetëson më kjo. Nuk më shqetëson më se Desi ka mori rol, po merr rol tjetër, po shkon po merr me 3 me tjetër, po merr edhe këtë tjetër. Okej. Pasha ma merë me tjetër, po merr me tjetër, po merr edhe këtë tjetër. Dhe si po merr këtë me tjetër, Klea, o zoti i madh. Klea ka marr ik këtu. Nuk e di çka ka parë që ajo shpirë në Gjasni në këtë episod, po ka marr ik. As nuk më intereson. Unë intereson te vetja ime valla. Që njerëzit me mu më votojnë funit se s'kan interes të unë. Te Desi kanë interes, s'kan la videon, edhe duhet me dalë në video. Nëse të unë, i kam gjithë, nuk kam aleancë në nasionin këtu. O zemra, po që se ke dali fundi, do me thënë që ke bëj gjë që ata nuk ke, si mundu me t'pas qefë Gjasin, do nuk ta kanë gjithmonë problemin tjera ato shpirë. Po, bra. Një muhabet ke, ti erdha... Klea. Okej, Klea do të vish në emision me ne. Kemi një vend. Do ta shash me ne Justin, se pas ka qenë shumë e fryrë shpirt. Erdha te puna, mran qaf, vdisha, marova. Jo, do të thënë edhe për ty i muhabet. Jam i pa rëndësishëm, ata le fare. Kush tha që je i parëndësishëm? Ata le fare më Kush tha që je i parëndësishëm? Se këtë gjë më bën ti, vetë tjerë në fjalë goshi nuk e thon. Kush mes fjalive më zemra, mes fjalive e the. Justin, e the diku aty, nuk e dija e ngjova mirë, se ke tha me shumë mundësi, po mes fjalive më duket e ishte një mes aty. Unë kur mësova manipulimin për herë të parë. E the. Po tu dhe ti poshtë e sondazhit. Po, zemra me to dhe unë poshtë. Po shqyr, po këtë po deo, po këtë po doja. Okej, ça ndodhi? Klea final boss, hate my boyfriend. Unë kur u rrit të dashurin ti. Klea po, dhe unë si gjithë tjerë të fut aty në fund Justin. Po deo, po këtë po doja. Të masoje, sy për sy, se s'ka në gjo. E smordi si e mirë nga truta. Po i ka la me Desin fare. Po do ike, të fitur. Po, dhe e marrë dhe këto mos hasi. Shumë faleminderit Klea, hajde, se që ka shumë e mira që pas gatu ma sill muska e gja. Lëre Ta solli Justin. kur. A mund ta ndaj? Ja. Po, dhe e marrë dhe këto mos hasi gjë. Ora em të reziti më këtë që bëmë. Po ta kemi kështu se ka për... Atëherë këtu kemi skenën ku unë marr vesh për çiftin sekret Genti dhe Gjesi, edhe ja them Desit me Gentin përballë aty. Pa e të tash shumë sekret, çifti sekret, Genti dhe Gjesi, shumë sekret. Po ta kemi kështu se ka për ta kam në skoliosën. Në emisionit të ushtri. Si e Gent? Mirë, si e di? Qa bën? Ore. Pa i ka koma, qa bën? Ore. Ore. Si e Gent, qa bërë mirë? Ajull. Qa mora vesh për ata dy unë? Se be varë dukshëm e të drejten. Jo, po do më gjosh. Okej. Këtu është skena ku shumica janë mbledhur te gazetarët, duke diskutuar për ikjen e Benardit nga puna dhe vjen Blerta. Dhe prap Blerta justifikon Benardin. Dhe zgjedh me gjithë. Diqeni. Pra, më gjo tani prapë kur jeti këtu. Unë nuk mund të thëmë po për dikoj që kam bërë një emision 36 javë, nuk kam ndihmu një herë. Ço të thëmë, i ke meriton? Ço të thëmë, bro? Unë kur s'kam argumenta, ti ke bërë një emision të tërin vetë për 36 javë dhe i s'ka një mu? Madje nuk janë ankuar? Ti ke fajn. Prit ta menoj një comeback, një sekundë, më jep 2 sekonda Flori. Po ballë me Blerta, ballë me burnesh. Do të thëmë që po, duhet të rejtë. Nga çunat më të pabesë se ka handale. Qa thua? Realisht. I erdhi. Ti i pa bes, realisht, reale. Është e vërtet. Realisht. E kështu mendu se në gjatë këtë? Ba këtë po flisim për Benardin. Për çfarë po E limu? vdet 15 veta po Për flisim çfarë për po limu, Benardin. Benardin? Benardi s'është këtu. Benardin nuk është, do e ka thënë gjumit e zero në shkretin, më qenë këtu. Se mos vjen Benardin e zero. Pa e mbyll. Blerta ka ardhur tani është zënë me gjithë vilën të zyra gazetarëve, ndërkohë që Benardi është poshtë, gjumën e tij të bukurisë. Tu zan në ëndër me ta. Blerta vazhdon masakrohet për Benardin, zihet me gjithë, me Flori, i merr gjithë përpara. Sigur se takoj pas punë o plak. Ç'a ke? Gjumit e zero në shkretin, më qenë këtu, çfarë do të thonë? Ti ke qenë një nga njerëzit më të përgatitur kur ka ardhur Po Nanda tani le. nuk kam. Si mund Okej, Blerta
Nuk, s'po kuptojmë apo zihet apo e lavdron. Ti je një nga njerëzit më të fuqishëm, ti je më i mirë sot për sot, ti je super punëtor. Okej? Ti je njeriu më perfekt që kam parë në këtë punë, madje ja ke kaluar të Benardit. Ta tregoj unë të. Qa? Ishte je, për sportin je, po si ku do të flasësh ashtu për një njeri me cili ke ndarë emisionin për ty në 6 javë. Ti je më i mirë, ti ke bërë gjithë emisionin, po si guxon ti të flasësh për dikë që nuk ka kontribu fare në emisionin për ty? Si guxon? Të të vi zor të të vi. Flori është më i mirë sa unë, se të mos kisha punuar ti për shkakun për këtë emision, të kisha thënë. Isha në kushte ditën e parë. Do e kisha dhënë, po unë sa kam një Blerta që të më ndihmoj dhe të më justifikoj. Dhe 6 javë nuk solli një ide. Dhe unë prapë nuk shkova thoi që Benardi... Kush je ti për ta ardhur këtu dhe për të thënë shumë mirë që ka ikur ai? Autori i atij emisionja. Njerë, kur do vi... Dita kur Blerta mori fund. E ke nga ana tjetër. Dita kur... Kush je ti? Kush je ti? Autori i këtij emisioni, unë e bëj emisionin. Ti je perfekt! Ti je shumë i mirë! Njerë, kur do vi ky Benardi, njerë flasi për veten e vet. Bravo, Kostian. Okej, Kostiani, pak foli, po. Blerta, prapë si ka i argument të shkreta, i argument nuk e ka për t'i shah prapë, kompleton ai pa besë, ai pa fytyrë. Kur do flasi një njeri për veten e vet. Jam unë atë fushi, as të ngrit, as të heq, as të lënë Bash autori i emisionit. Pas ke heq, nuk e di kam që dhe pas ke heq, unë nuk e di kam që dhe Dhe ke thënë që unë s'bëj ligjin. Ua, që ka shme. Kaq Blerta nga kuller, pse çka ka thënë? Sepse nuk donte. Ishte kimi me mua. Oto si janë Blerta, nuk jam unë askush që nuk e kam unë tagrin të heq dikë nga emisioni. Vjen Misi, del Misi, pas e ta i gja Misi. Blerta, a ka mundësi ta fitoj një argument? Ju lutem. A ka mundësi se më hoqën të dashur? A ka mundësi me lini? Më lini ta përjetoj. Live ka bërë që ka qënë si kur po qante, sepse ishte prekur nga situata, e pyes do uj, dhe më thot, jo thot se po e bëj për kamera. Ka qënë vetë. Hajde imitojmë tjerë të Misa, unë jam Blerta. A do uj? Po bëj për kamerat, pusha. Më smishme nga kulleri. Okej, në që merë dhe me më kërku me më donë uj, nuk po të heq. Pra ndë ka da njërë Artemisa se i dha uj. Tani, kjo është skena ku Justini po konforton Benardin për ikje nga puna. Dhe dukshëm po përjeton pak më shumë se Benardi vetë. Kjo mund t'ishte Blerta, por Blerta zjodhi t'ishte zjora gazetarëve. E, sa burë kjo më. A më ishe qikmenjen të shimo, përse s'ka nëjë gjë më. Pa, më burë ishi qikmenjen të pushun nga puna, po nuk ka nëjë gjë, ndo? Zemra gjë e vogë. Ishe burë këtheja të kafe. Relaton Justini me Benardi. Relaton. A, se shkoni që? Është independent. Ose merë ka shafër zemrën, so vla im, se nuk e ka pas ashtu më, për zotë. Bravo, Dalina do me u boj qefin tjerëve, se flasin tjerët, gjerin sondazh të funit, këtë pa lidhje, ako do puninati, e ti gjo... Unë do t'i zia vëndin të sporti, pra ndaj, po Flori mori atë malë, Që ti gjo më? Të gjonë, duhet t'a bëj Dalina, vë. Jo. Po Dalinës o zemra i shkojnë 12 menja, kupton, të ndryshme, që është konkluzioni i njëjtë. Dhe pra, një këtë dalë... Kur 12 mendje janë njësoj dhe konkluzioni është i njëjtë, 12 mendjet kanë të drejtë. Është i qik faktike që 12 mendje të ndryshme, si që thate Justini, kanë të njëjtin konkluzion. Dhe është që këta të dy janë të fundit në sondazh. Qa shikimi ka po Benardi? Benardi... 12 mendje kanë të drejtë? E vërtet? Dhe prapë të me thënë tonë, është puni nati, ose dhe mërë nga kanë i natë të du me na e marrë neve. Dhe me na orejnë. Klasifikimi i funit ty, i para funit unë. Po pikërisht pra. Po ata shi le këto mua beta, përse nuk është në drejtë. Edhe hajde prapë të vire ata shi bo. Me këto mua beta. Justini ku i pari mos paguaj. Tu e përjetu më shumë Justini se ta Benardi. Hajde, të sema më zja fut kod. Do i shokum duke, do t'i këtë që të rrit a i mvilë si puna Justini, të kupto? Hajde futu m'vilë, se s'ka me këmenit, pastaj do ngele vëtu mundu, për mund target. Me që këtheja në la. Me që kleja ju këthy kundër Justinit, më duhet një shok dhe mua. Tani, kjo është kena fundi La Villa Dramës, dhe në këtë episod zjodhëm që të komentonim pa manuali. Gocat tona të bukura, të zgjuara, që komentojnë çunat. Po, ne do tallim ato që tallin çunat, shkurt.
E bëjmë për ju këtë, për ju cunat që shofin skandalen janë një po e madhe. Kur ai ishe skandalen, është i flamur jeshil. Petëm. Një boj e mban mbrapsh ose nuk e nxjerr fare në tavolinë. Unë zakonisht e lejmë në shtëpi. Unë s'kam pa herë. Ta ma nëse mrapsh, ose ta nxjerrin direkt në tavolinë. Po ndoshta ti si një... Po? Jo, më se them si fjalë. Pa më rak, të gjenë sinonime. Okej. Nuk e themi dot. Okej. Çuni lëvizshëm, do të thonë ky episodi është për ndoshta ti nuk je një djalë që bën. Po, që bën djali mirë, po shojmë çuni lëvizshëm, çuni prap i lëvizshëm, çuni keq. E lejmë çuni keq? Okej, çuni keq. Çuni prap. Se ky episodi është për çunat e prapt. Nëse prap nuk është normale, për mendimin tim, që ta nxjerrin direkt në tavolinë. Të di çka ka pa Xhesi. Edhe unë nuk dua që të jem një takime të nxjerrin në tavolinë. Po pse? Si për tavolinës? Po tregon transparencë. Po sa mirë çelësat e makinës i lën tavolinën, pse mos ta lënë telefonin? Pra, makes sense. Apo ka qef të ndjej vibrime kur është në tavolinë. Po me ça merresh ti se të kam parë që ke një podcast. Okej. Gocat që janë single. Sugjerim nga ne. Shkruani te grupi pa manualit, çunat kanë të drejtë, futeni e ju vin vibrimet. Shkruani. Çunat binjak nuk janë ndaj shkeq. Si ju vin notification, shkruaj Xhesi 1 milion herë, thjesht për ndjer diçka, kupto. Po shkruaj, po e doni më intensive vibrimin, shkruani çunat që pinë macchiato janë okej, se shkruaj Xhesi shkruan më shumë. Alo. Sheshe dhe ti. U mek. Lotin. Atë pëlqeo përse ishe super batot. Ishe super batot. Mosa përsha. Mirë. Ka përpa më shumë batuta, pa më rak. Ta shak ishe. Ta ullëm. Ja, ta ullëm. Shë kemë del. Një boj nuk është selektiv. Realisht, i betohem mund të një foto, nuk do të parajgjykoj asnjë gocë. Një çuni prap nuk është selektiv. Realisht mund t'ju tregoj gocën më të shpifur që kam pa ndonjëherë në jetë time, po pa parajgjykuar. Pa parajgjykuar. Pa parajgjykuar gocën, mund t'ju tregoj foto një shpiftire gocë. Kjo do të thonë që çunat e prap ku gjejnë. S'pa e zjasin. Por realisht, çdo foto e mundshme, sido që tjetë, edhe gjysmë fytyre, do thesë gjëra tjera, po s'po e them. Gjysmën e episodit nuk e tha, po s'ka gjë. Tha mjaftueshëm, me nxorrin tavolinë, vibrime, ça më thanë ma Gjestiana Muka. Çfarë goja krepi? Është i shpejt, dua përgjigje shpejt, dua. Jo, atëherë unë do të them një top 3-she, binjakët, ujor gaforre. Unë mendoj binjakët, ujori dhe shigjetari. Për mua janë binjakët, shigjetari, që thashtë në vlerësoj, dhe Virgjëresha. A mund të jem një komentues mesatar shqiptar? Kush ju tha juve t'i provoni të gjitha shenjat me? Kush ju tha? I pas kam provu, ose më hajde themi top 12 shenjat tona që janë çunat të prap. Ujori, shigjetari, gaforja, i tha grejta shenjat. I tha kështu që ndjen të gjithë të përfshirë. Nuk kanë lënë asnjë shenjë jashtë dhe thonë, këta janë i çik të prap. Kur thuti ta mend si komentues i pa manualit. Po, to kanë nga 2-3 eksperienca për se cilin shenjë, për se cilin episod. Pseudonimi Alzheimer. Alzheimer. Unë nuk e di, nuk arrit kuptoj se për çfarë diskutojmë pa manuale akoma. Pseudonimi Alzheimer thot, okay. Pseudonimi Gurin Veshka. Pseudonimi Grip. Se bën emra smundje. Pseudonimi Reumatizma. Pseudonimi Smunja Tokës. Si ka pseudonimin i shijat. Gurzat në dhëmb. Po ti? Okej. Alzheimer, s'është tek. Alzheimer. Po, shenja Demi. Sillet të dyshuarit. Më thot natën e 10 të darkës dhe zgjohet në 2 të drekës.
Por, më thot gjithmonë kur të dalim bashkë për drek ose për dark, pra për date, ka accountin e vet në Tinder që ja kam gjetur. Okej. Duket që kam unë. Po pse mi, Alzheimer ke pseudonimin ti? Nofkën? Duket që kam unë. Po m'fal, më shkruan Gjes, natën etj. Ka Tinder aktiv dhe del me goca tjera? Më duket që kam unë. Po m'fal, pse duhet marrësh opinionin e gocave të pa manualit? Ti s'ka Tinder tjetri, kupton? Ça? Për çarri? Nisu po ndene pa manual tash. Po japim ndene këshilla. Gjetur unë vet, por mban mend çdo herë oraret e mia dhe të gjitha aktiviteteve që bëj unë gjatë ditës. Një sekond. Kur mban mend oraret, pse ka pseudonimin e Zhajme? Oh my god. Që kam unë. Juli po thot që kam unë 1 milion herë se më duket me vërtet që kam Alzheimer. Që kam unë. Edhe ai që kishte nxjerrë në tavolinë ti, në këtë pikë pas kanë komentuar për ty. I kthen komente në postet e tij vajzave në Instagram, ka Instagram publik, por nuk harron kur të më kujtoj që të paguaj qiranën e shtëpisë. Okej, kjo tingëlloni çik. A është pronari i shtëpisë? Kjo tingëlloni çik keq me të drejtën se është sikur të jetojmë bashkë, po ai më trajton si princesë, si Princeshë. Si princeshë, po më thot, "Ej, ka shku data një shpirë qiran." Gjysmën tënde. Zemra drita thot. Po, paktën e ma ka me në qiran, nuk që ka ta me vërtet, Alzheimer. Ore, për një person që çojnë në 12 shumë mirë, kur çojmë në 12 zi ku janë. E ti pse the bëj më shumë se ato të tjerat, po fakti që ky flen në ditën e darkës, edhe zgjohet në dy të drekës. Nuk e kap dot aty o vllazë. Ja, Mu aty po të të kam mlesh, për herë. fle gjithë ditën. Ka një problem me çunat që flen kaq shumë. Po, kaq herë. Janë depresion. Kaq herë të blerë. Çunat që kanë depresion janë një johë e madhe. Qa nuk kemi gjuke pa manuali në këtë pikë. Pseudonimi rrëfyesi, shenja peshore. Sjellja e dyshuarit më tregon për të gjithë eksat e vet që janë shumë, por i ka treguar motrës së tij për mua. Ai, zemra, kjo ka qenë ishi më mirë që kam pas në Zemra, jetë. Kjo ka pas super editi. Kjo ka pas super editi. Kjo e nxirr të tavolinë. Si ka numrin kjo? Po numrin tënd kërkon mi? Që kam unë. Çdo gjë, për paktën i ka tregu motrës, kupton? Paktën i ka tregu motrës, dhe është okay. E ka bë familjare. Unë do ngrija tabelën e Good Boyt nëse ai do t'i kishte treguar mamit për ty. Fakti që i ka treguar motrave nuk tregon asgjë. A vashi ka vash. Është rruga e parë, është hapi i I parë. said what I Motra said. mami. Por tani Okej, Benardi, me sa duket i pasa tregu vetëm motrave të veta që ka lidhje me Benardin, me Bler. Benardin ka lidhje me Benardin, ekskluzive. Me Blerta dhe prandaj Blerta po flet, më thënë, këta kanë këtu sinqerisht podcastin në historitë e tyre personale, se nuk ka kuptim, kupton? Sa shpejt ke folë si Gjesi. A mund ta bësh ti Gjesin e unë Blertën? Po imitoja. tani kemi dhe një letër Për ta mbyllur. për ta mbyllur. Dhe kjo vajza ka pyetjen më, nuk e di, si mund të jetë pyetja Ekzistenciale? më ekzistenciale. A mund ta ndryshoj unë oj ose jo? A mund ta ndryshoj unë ose jo? Kjo është ja A mund pyetja unë? a të jesh Apo të mos jesh, kjo është çështja. Absolutisht. Ta ditë Shakespeare-i që të përdori kjo shprehje e pa manuali. Ishte çuk, ishte marrë Denver Hoxhën për dorë. Ashtu rrokollist të mbanë, të që kur që ta? Edha Jason e Blerta të pa manuali, podcast për çunat, kafe shkurtër e tjerë. Nuk e di. Nëse ne shijuam dhe patjetër do vazhdojmë prapë pa manual. Do i tallim edhe më shumë, ju premtojmë, është vetëm fillimi. Edhe në rubrikën tuaj të preferuar të top 5-shes, me që Desi nuk e thot dot, kemi top 5 skeqet më fani të Lavilës. Momentet më fani. Momentet më fani. Në vendin e 5 është tipet e njerëzve në Orban. The next station, apo këtë e thuti? The next station. Bathore. A tulem pak se jam shtatzan. Qa the? Jam shtatzan, tulem pak. Kur e bërë të pëlqeu. Pse se bërë me një shofer, kishe marrë një makinë, qa do këtu në Urban? Këtu në fakt,
tërë protagonistët janë shumë fani me të drejtën. E Fatosi me Kur e pëlqeu? Kur e pëlqeu e bërë. Më shkatron Kristulli këtu që s'po më balans jam literalisht unë. Tani që unë dalun skuterat, jam literalisht unë në urban që iki kështu. Në vendin e 4. Ema si gruaja shtatzënë e Fatosit. Ema ose Dilushi. Shtrëngata! Shtrëngata, po më duket po del nga para, po del nga mbrapa. Le dali nga dorë, mjafton dali! Shmikëterit në jetë Fatosa Sata. Nuk po del nga para, po del nga mbrapa. Ema, shumë reale. Në vendin e 3 është Fatosi me Kristullin si doktor. Kjo është një, më thënë, edhe Ema, edhe pjesa e Fatosit me Kristullit janë pak si backstage të Lavilës, sepse ne kemi goxha backstage. Prapaskena, për në gjinjen që jeton në kombinatë nuk di ta përkthej. Prapaskena, se zakonisht Ema ka prapaskenat më fantastike. Edhe kjo është pjesa ku Kristulli po e përkon Fatosit si doktor e Kristulli Se të kap njerë kështu? Hajde. Smeshme. Në vendin e 2, Aldi si profesor fiskulture. Të rolin me të drejtën Aldi e gjan. Ka filluar mendoj që nuk është më një rol. Aldi, ke pas punuar gjë në shkollë. Profesor fiskulture? Vazhdojmë stërvitin, vajza. Sot kemi lirim shtrëngim muskujve të prapme. Ashtu, profesor. Ullu, profesor, ullu. Ashtu, profesor. Profesor. Profesor, ti... mashallah, profesor, kujt i kënë gjë, mamë sa babës tire. Dhe, prap, në vendin e parë është Aldi. Aldi ka zënë top 2-shën e top 5-shën së herë, e thash mirë top 5-shën. Urime. Dhe Aldi kësaj radhe në vendin e parë është si princi. Nuk e di nëse e keni pa, besoj e keni pa, sepse është gjë më fani tek La Villa Bajandale. Aldi ku imiton Prince Ligën. Faleminderit Shizok. Që po mendoje? Që po bëja get ready with me për të shkuar te pallatin mbretëror. Në atë moment merrte një goditje këtu, mu këtu. Ragibi ishte më i mundshmi për të kuptuar, sepse njerëzit nuk duan dhënuar. Dhe më folë edhe me shpirtin e gjyshi Zog. Në ëndra dhe me tha, Ragibi është më i mundshëm. Faleminderit gjyshi Zog. Come get ready with me për të shkuar në pallatin mbretëror. Me shpirtin e gjyshi Zog. Faleminderit gjyshi Zog. Dhe ne pasi konsultuam me gjyshi Zog në pallatin mbretëror. Nga unë dhe Juli, nga të dy ne, deri në episodin e radhës. Puçi puçi. Ándale.